Çmimi i energjisë elektrike edhe për vitin 2026 do të mbetet i pandryshueshëm. Në mbledhjen e fundit, enti rregullatori i energjisë ka vendosur të zgjasë deri me 31 dhjetor 2026 fuqinë juridike të vendimit të marrë në janarin e këtij viti për uljen e çmimit të energjisë. Kështu të gjithë konsumatorët familjar që harxojnë deri në 700 kW energji në muaj do të vazhdojnë ta paguajnë 8.5 lekë për kilovat, ndërsa abonentët që kalojnë konsumin mujor mbi 700 kWh do të vazhdojnë të paguajnë 9.5 lekë për të gjithë sasinë e energjisë së konsumuar. Vendimi i entit rregullator të energjisë për të vijuar me të njëjtat çmime, siç thuhet në njoftim, erdhi pasi shoqëria e furnizimit të shërbimit universal në pasqyrat financiare të depozituara në ere provon se pavarësisht uljes së çmimit që nisi të aplikohet nga shkurti i këtij viti, ka arritur të gjenerojë të ardhurat të cilat kanë mbuluar kostot e aktivitetit të shoqërisë, duke garantuar ushtrimin e një aktiviteti normal operacional që pritet të pasqyrohet në të njëjtën formë edhe për vitin 2026. Po ashtu enti rregullatori i energjisë ka vendosur të mbajë të pandryshueshëm edhe çmimin e shitjes së energjisë elektrike për karikimin e makinave elektrike në stacionet e karikimit të vendosura në tetorin e këtij viti.